Halil, e di kujt i lëshën bletat? Nuk e di. Bletarit, se bletari ka bletë. Bravo. Ai si s'ka bleta nuk i lëshën. Tash si të filloj pjellën kjo. E mbill pjellën, unë njënën mbretëresh e hek, njënën e futin kafas, qofse ndodh me mbretëresh të vjetër që veç don një kornisë. E roj sjell shumë mjaltë, vetëm bletarët e dinë se është knasi që juve t'ju kemi safir këtu në bletishtën time. Edhe që vos them se jeni t'i bën një punë shumë të madhe për bletari. Atëherë të nderuar miq të kanalit ton Bletaria Shqip, ne sot nuk do ta lejojmë të kalojmë vetëm një incizim të eksperti i bletarisë, por do ta shfrytëzojmë rastin që të na tregon se si menaxhon, domethënë momentin e rojitjes. Domethënë masi të rojites, si e menaxhon një roj. Çka bën bletari në atë rast? Pasi ta kape, apo? Si menaxhon me rojin, domethënë normal, pasi ta kape ose para se me kape ose si e kape ose këtë metodologjinë do të na i shpjegoje në pika të shkurta. Atëherë, Halil, e di kujt i lëshën bletat? nuk e di. Bletarit, se bletari ka bletë. Bravo. Ai si s'ka bleta nuk i lëshën. Pikërisht. Më ka thonë një shoq. Luani. Bashkë. Tash, e keqja më e madhe është kur zhduken bletat. E keqja më e madhe është kur smuhen bletat, i ka plonda një smundje, invazion i varros. Larë koftë edhe pest, amerikane, evropiane, askosferoza, ato janë probleme. Ndërsa rojitja, lëshimi i bletës, është pak e mundishme për bletarin, dhe mundohen a mi ndalë, për s'mund të arim, dhe një vit ka më shumë probleme, dhe një vit më pak, si vjet është viti më problematik, shumë ka një stik për rojitje, jena mundua që sa kena pas mundësi, por ata që nuk kemi më mund t'i mbajmë në kontrol, normal se rëshon, bleta e fortë rëshon, e dopta nuk rëshon. Edhe, është vërtet humbje në anën, kur ta analizosh, do thot humbje në sasit mjaltit. Mirë po, nëse menaxhon punën me rojet, ashtu si duhet, apet nuk humb asgjë, veç mund të fitosh më shumë. Këtë rast, që ku e kemi rojën, më thot 17-in e pestit, 17 maj. E kom kap këtë rojën i cili gjindën katin e tretë. Mund të hapim, të shofëm. Ama është e re, e pa fekondu. Do thonë e kemi të pa fekonduar amën brenda, ashtu? Po, me 27-in, 28-in i bëhet një kontroll, a ka fillu ves, ama. Domethënë rojitje me mbretëresh të re. Të re, po. Në qoftë se ndodh me mbretëresh të vjetër? Qofse ndodh me mbretëresh të vjetër që veç don një kornisë. Nëse ndodh me mbretëresh të vjetër, nëse kam jo që ajo unë e ha, je tregoj. Si ta lajm. Kjo i ka diku 6 korniza, 6 korniza plota i ka me blejt. Mashallah. E roj sjell shumë mjaltë, vetëm bletarët e dinë se Plat e bardhë, si kur bora. Një pamje jashtëzakonisht fantastike. E tash, çfarë bëjmë ne? Poshtë e kemi mbretneshën me ngjyrë të kaltërt. Po jo shumë e mirë. Ka mundësi është ashtu këtu. Ka rrjet apo? Po rrjet ka, edhe plus e ka rrjet dyfisht. edhe bletat mos kenë kontakt. Vetëm të kenë marrën aromën e njëjtë. Nxehtësi. Njëjtën aromë ta kenë. Se kur ti Fermonin e njëjtë. po, kur ti bashkojmë mos grinden bletat. E tash, nalt ka mbretëresh 2026-ës. Poshtë ka mbretëresh 2025-ës, me ngjyrë të kaltërt. Tash si të filloj pjellën kjo, e mbill pjellën, unë njënën mbretëresh e hek, njënën e futin kafas, e lëshën katin e parë, zakonisht ki kat me flet dilli, me korniza të reje, shkon në katin e parë, tjertë si kati i dytë dhe i tretë. Kati i tretë, bati i pari dhe katët e qerë jipën sipër. Edhe mbretëreshën e re, pavarësisht sallën e futin kafas, njëjtë si kur jep një mbretëresh të re, një familje që ja kemi hekamën, por me qenë më i sigurt, mos me eliminu amën mbretëreshën. E le vetëm një mbretëresh. Vetëm njënën, po. Me tjetër çka ndodh? Në çka të ka veç njënën e la.
Ma tjetrën e hek eliminoj. Po. Edhe kjo bëhet një familje shumë e fortë për kullos. Po. Kjo është një familje mesme, nuk është e fortë, do të thotë dika të parë, është një familje mesme, edhe pse në 14 prill i ka pas 8 korniza pjellë. 8 korniza pjellë. Unë e llogaritit të mesme. Po, që mund ta afrosh të një. Diti ka qenë vetëm hoje, nuk kisha dëshirë, nuk dësha të manipuloj me pjellë, se ishte ndryshimi shumë i madh i temperaturave ditën me natën. Edhe është kohë problematike, mos në shfaqet dhe një smundje. Tash një pyetje e kam lidhje me këtë tematikë, ju thatë të mos humbe ose ta marrë aromën fermonin. Tash ti, edhe pse e pa në videon tjetër se mund të ekzistojnë dhe të jetojnë dhe të mbjetojnë dhimbretresha 3, 4, sa thatë ju në një familje, a ka rast kur të përzihet fermoni i njënës mbretresh me tjetrën dhe mos durohen pastaj, pasi që ta eliminosh njënën? A ka pas raste kur kolonia e ka mbitën, po, jo, e ka mbit, do më thonë, pasi që e keni heq njënën mbretresh, ja keni vendosën të reja. Ja. Nuk ka pas. Nuk ka pas raste, ashtu të eliminoj njënën amë, nëse amë e re ka fillu vest, edhe pret të mbil ato vest, ajo mo llogaritet amë e pjekun, edhe i ka feromonet, shumë lehtë, edhe i pranojnë në për familje ku bëjmë ndrimin, po edhe në këtë rast, shumë lehta. Edhe nëse ne nuk e futim kafas, unë jam shumë i sigurt, edhe i kom bashku, pa e fut kafas njënën, vetëm e kom hek njënën amë. Ajo amë, si nuk mu ka duke mirë, atë e kom largu, edhe vetëm i kom baro kadat e kateve. Edhe s'ka pas problem, nuk ka pas problem. Jo, se aromën e ka njëtë ta. Njëtë e ka. Kjo është menaxhimi, do të thonë, cilin e ban mbletari jonë i nderuar për ta ruajtur një familje, për mos me pasën humbje të familjes. Edhe pse nuk ka shpresë për sjelljen e mjaltit, por familjen e ka të sigurt për vitin e ardhshëm. Kështu që kjo është një mësim shumë i mirë, apo? Një korrigjim. Po, mund. Kjo bëhet familje shumë e fortë për mjalt. Edhe në këtë kjo vesh është të prum mjalt. Falni, kjo e di më mirë. Kjo vesh është të prum mjalt, edhe nalt, edhe poshtë. Bagremin e kemi veç sa ka fillu, kullos ka plot. Nuk ka problem. Do me thonë 17-in e të pestit, diku 25-in, ne veç mund të bashkëm këtë. 27-in e këti mund të bashkëm. Ja hekom rjetat, ja hekom krejt, të bëjmë si një familje komplet. Sa ta sjellin mjalt, edhe poshtë, edhe nalt rojë sjellin mjalt. Edhe ndrimin e mbretreshe se bëjmë me tren, kështu që fitimi janë gjithanë. Menaxhim perfekt. Përfitim perfekt. Atëherë, në qoftë se s'ke diçka plus me shtu, Nuro, ne Halil ka shumë me shtu, po s'dik. Pas dhe s'dik u ndalë, në më mirë. Edhe njerë, po e falemderojmë përzemërsisht që na dha një mësim në lidhje me menaxhimin e rojit. Në qoftë se ju ka pëlqyer video, mund ta bëni like dhe ta shpërndani me miqtë juaj, dhe komentet, edhe këshillat, edhe kritikat, po gjithashtu edhe Nura i pranon edhe kritikat, nuk është problem. Kështu që leni në komentet tona, ju falemderit dhe shpresoj që të shifemi në video tjera. Falemderit shumë, i përshëndesim gjithë bletarët, dhe janë vërtet njerëz bletarë, përgjithësi janë njerëz të mirë, edhe më dhimbën se në këtë kohë kanë shumë punë, shumë lodhje të madhe. Veç inshallah Zoti ja u shpërblen, u jep bereqet, spari shëndete, bereqet edhe gjitha të mirat. Por pos që jep bletari mjalt, bletari është një ndër faktorët cilë e shpëtojnë planetin, sepse bleta e shpëton planetin. Ata janë rujtësit të planetit në një çfarë mënyre. Ju falemnderit.